Ka filluar me ente, mas dite, kur ka filluar shiu, pikse para ka hyrë nga mbrapa, nga sakrestia, dhe pastaj me vazhdimin e mbrëmja kemi parë që edhe brenda kishte ardhur shiu. Danno forte jo, vetëm për stolat që kemi ngritur dhe pastaj dje mbrëmja, duke që livelli ujit ishte rritur më shumë, kam liruar gjëra që ishin në sakresti. Aktualisht nuk ka probleme përveç fakti që akoma qëndron ujë. Me sa di unë, po, në 2013-2001, por varet nga situata, sigurisht ka ndodhur për fakti që arginatura ishte prishur, kështu që nuk ka faj askush, thjesht tani natyra ishte duke bërë punë vetë. Mesha të ente kemi krentuar në lokali që kemi ngjitur, të djela do krentojmë edhe atje, se është më lartë, prandaj është më sigurt. Nuk ka faj.